tash, do më thonë. Tash, loja e parë që në kom fotografu është kjo e Kosovës. Këto fotot. Këto, do më thonë, kjo Këto shkrirja... motion i kom editu mase... A, i ki realizu teknikisht. Po, teknikisht i kom realizu. Nuk është e fotos reale. Jo, s'është e fotos. Bohen disa mënyra, a më bashkë që shto nuk mundet. Këtë objektiv e kom pas andrën më herët në YouTube të këshyrë, do më thonë, për i fillimit që ta e kom pas. Mas nej tash, po bëj foto me ta edhe tamam pe kuptoj pe ndjej qysh është me fotografu. Na pam që edhe mbron pa shi. Po. Edhe pse është parapaqe mos me rashi, faktikisht nuk ka qenë planifikuar, po rashi. Edhe sa është problem për ty në këtë rast? A dush me qeni përgatitur edhe për pajisjet, a është problematike? Në Slovaki gabova, se shkova që shkova, po këto nuk më zoni befasi mora mbulojat krejt edhe për vejt edhe për aparat. Qëndrojnë që, a më mera shumë, nuk është mirë. Ma problem. Po, nuk është mirë se mundet me masej një ku e gjatë me nejti i lagur, mund me ndiku për keq. Apo ti shpërndojnë lojtarët fotot e videot e? Po, normal, këtë janë të mira. A ki komunikimin? Po, komunikojmë, ja u dërgoj sa herë të komtare për herë, një qes me një link, ose i bëj tag, po, shpërndojnë mirë. Apo ti ke shpërnduar në tjertë? Se ta është drejta autoriale? Drejta këtu në Kosovë, po s'ka lidhje se që shto i nga mësona problem është. Aja merë ati tjetërit, du të po pajtoa. Mirë është me cek autorësin e fotografit se heka i kur shkan aty, koftëv, scene, editimi, gjithë shka. Mirë është veç me respektu, se jo që i ndihmon shumë me bot tag, po me respektu. Po tash